Të nderuar miq, ditën e sotme do të flasim me avokatin mikun e emisionit tonë Zaçe Islami për shumë çështje. Avokat, të përshëndes dhe të falenderoj shumë. Faleminderit dhe mbar. Faleminderit ju avokat, lejoni që ta nis me mesazhet e shumta që kanë reaguar pas intervistës fundit që ne zhvilluam bashkë ditën e hënë. Kanë ngjatur reagime të shumta për qëndrimet, për bisedën që ne zhvilluam bashkë, për trojet tona, për projektin, për planet, për të huaj që mund vinë këtu, sigurisht edhe për situatën në Kosovë, Maqedoni, raportet me Greqinë, me Serbinë. Pra kanë gjatur reagime e video, i kanë nxitur qytetarët edhe të mendojnë, edhe të reagojnë, edhe që u vlerësojnë për qëndrimet tuaja. Në parë, falenderoj të gjithë qytetarët pa përjashtim. Si ata që janë pro dhe ata që janë kundra, sepse në fakt ata që janë kundra në nxisin që të korrigjohemi ku jemi gabim. Por natyrisht ata që janë pro tregon që janë adëtar që duan vendin, që ka mbetur akoma gjak i pastë shqiptar që e do Shqipërinë dhe e ruan Shqipërinë, dhe shpresoj që këta të jenë sa më shumë, aq më mirë të shtojnë ratë e tyre për ditë, veçanërisht nga të ikurit në diasporë, të kthehen ata të rrëzojmë këtë diktaturë të pështirë, se është diktaturë e politike, se është diktaturë Izraeli, po ka potencë, ka shpetolla, ka seriozitet dhe në krimet që bën. Kurse këta janë lagarat që të vrasin pas shpine. Me qëra fjala aty avokat, është një Bakir Goxha, një aktivist shqiptar, akoma nuk është liruar, ishte nisur për dërguar ndihma, pjesë e nisme humanitare në Gaza, por akoma nuk është liruar. Dërgojni një haber ati që qeveris Shqipërinë, që ka Rama Mzyr, që është një hebrej, një cifutaj që qeveris. Shkoni i thoni, që i ke arrestuar atë, që i marrin libra atë, që bërja i. Po unë nuk kam thënë juve dhe të gjithë shqiptarë duhet ta kuptojnë. Izraelin e kemi armik të betuar, jo si kom shqiptar, e kemi si fe muslimane, si fe islame në Shqipëri. Do me thënë, e kam thënë, është dhe mbetet e pa kontestueshme që ne, Evropa dhe krishterimi bashkë me Izraelin nuk na duan. Pik, ne s'kemi miq. Dhe ai që na shiti i pari është Amerika. Megjithatë, avokat, ju e dini qëndrimin tim që ne i kemi shpëtuar dhe ata e kanë vlerësuar nga lufta e dytë botërore. Edhe marrëdhëniet ne kemi të mira me ato që duket nga jashtë, po tek tradhtia ku hyn këtu e Amerikës në këtë rast? Si thej, kemi marrëdhënie të mira the. Po. Kështu të paktën e kanë dy shtetet. Për te gjërave të vogla që mundonin, po për të gjithë. Jo, zotëri. Ne Izraelin e kemi armik të betuar. Izraeli nuk njeh pavarësinë e Kosovës. Ktu shikon mua. Avokat, me ndërhyrjen e Trumpit mandatin e parë. Çfarë e njohun? Po, e njohun në mandatin e parë me ndërhyrjen e Trumpit, kuptohet. Bukurim. Dhe nga ana tjetër, Trumpi bashkë me Netanyahu bën krim shtetëror, bëjnë terrorizëm në Gazë. Dhe ajo forca ushtarake që duan të dërgojnë këta në Izrael, gjasme në atë bordin e paqes, që së gjithë tjetër veçtaj një strukturë kriminale izraelite, ata duan të vend të vrasin bashkë me ushtarët izraelit, të vrasin djem, vajza, gra dhe burra dhe pleq, fëmijë në Gazë, pra të vend. Pra Izraeli ta din shqiptarët, ore nuk bëhet mik joni, pik, nuk është miku ju, ne s'kemi miq. Dhe as mos mendoj njëri që kemi miq. Dhe nuk kemi pse na duhen miq, nëse do jemi vetëm me këmbë në tokë. Ne duhet të mbrojmë interesat tona, ne duhet të mbrojmë territorin tonë, ne duhet të mbrojmë kulturën dhe identitetin tonë, të cilin po na e shkel Kuislingu i pa fytyri, se nuk gjej llaf që t'i them këtij të ashtuar kryeministër. Edi Rama. Para se të hyjmë tek problemet tona brenda, më le të pyes edhe për Maqedoninë, ne prekëm pak bisedën e kaluar. Ka pas zëra edhe për largimin e ambasadorit atje. Çik situata tensionuar është andaj, po se di si do i shkojë halli asaj pune. Unë do doja që ta acaroj edhe më tepër që të llogarohen gjërat të qartësohen. Pse ju thoni që uji kur turbullohet atëherë kthehet më mirë apo si? Mbas turbullimit kullohet, pastrohet, qartësohet. Ne me ata mongoloidët e Maqedonisë atëherë si kemi pasur marrëdhënie të mirë.
Shqiptarët atje përbëjnë 40% të popullsisë dhe quhen minoritet. Pse? Sepse janë qelbësirë tradhtarë shqiptarë që marrin pjesë në qeverinë dhe në parlamentin Maqedonas që kanë tradhtuar kombin e tyre atje. I pari isha Ali Ahmeti, tradhtari më i madh, pastaj vinë ca tjerë. Pa është në opozitë tani, e thotë që e kanë fajin të tjerë. Ai pikërisht se është në opozitë e ndihmon më shumë qeverinë e Maqedonisë. Po, në raportet mes dy vendeve, kjo ambasadorit i cënon apo? Jo, largimi i ambasadorit po të shpallet non grata patjetër që acaron. Dhe po të kenë arsye ta shpallin non grata dhe ta shpallin, po ambasadori jon nuk është aq budalla që të prish marrëdhëniet me Maqedoninë pa lejen e usajt këtu të këtij kuishlingu të Tirama. Ju thoni që çdo gjë buron nga këtej, nuk e bën me kokën e vet ai. Absolutisht po. Po Kurti sigurisht në krau tjetër Kurti sigurisht me qeverinë atje. Nuk e di, nuk dua ta besoj këtë. Nuk dua ta besoj, por di që Beogradi sinkronizon marrëdhëniet. Beograd, Tiranë, Shkup. Pra, ju flisni për bosht, avokat. Gjithsesi, do hym te çështjet e brendshme, avokat. Ju keni shumë për të folur këtu dhe për denoncuar. Lejoni ta nis me një lajm që ka qenë kryefjalë ditët e fundit, avokat, për burgjet. Tani aty brenda çfarë nuk është publikuar, çfarë nuk ka ndalë sipas gazetarëve të kronikës. E diçka dal atje? Atje ka dalë 1% e korrupsionit dhe epislokut në Ministrinë e Drejtësisë. Dhe gjithçka buron nga Ministria e Drejtësisë dhe nga Edi Rama. Edhe këtu edhe në këta merret ai nga të gjithë, do merret Rama me gjithë avokatë. Sigur nuk shkon. Pa diskutim, merr pjesën e tij nga parat që depozitojnë atje në burgje. Mos kujtoni se është kështu, kaq e thjeshtë ajo punë. Dhe kemi kohë që diskutojmë dhe që denoncojmë pislëqet dhe maskarallëqet në sistemin e drejtësisë. Zotëri, Ministria e Drejtësisë është ajo që neve, avokatëve, na kontrollon dhe qimet e flokëve, edhe mua që s'kam flokë kontrollojnë se mos kam ndonjë gjë aty, kur shkoj për të takuar klientin tim në burg, ndërsa nga ana tjetër hyjnë prostitutat edhe bëjnë orgji duke paguar nga 10.000 euro, nga 15.000 euro, kriminelve që kanë miliona. Dhe kjo ndodh në burgjet shqiptare. Kjo ndodh në Ministrinë e Drejtësisë së Shqipërisë. Prandaj themi që duhet përmbysur komplet kjo strukturë politike që qeverisë Shqipërinë. Sepse po qeverisin gangsterët, palacot, maskaret, hajdutët, kurvat. Këta po qeverisin. Avokat, po, mund të flasim për raste sporadike, jo për segmente caktuara, mund të flasim për gjithë sistemin, besoj. Jo, mua më mjafton një rast për ta përgjithësuar dhe për ta bërë shembull. Pse? Sepse të thash, kur shkojnë avokatët u kontrollojnë dhe fijet e flokëve. Ndërsa nga ana tjetër hyjnë armë, siç bie bajtin pistoleta në burgun e Peqenit, i sigurisht lart, që vrau atë të burgosun e para 2 vjet, 3 vjet sa u bën. Hyjnë armë, hyjnë droga s'bën fjalë fare, droga është kështu, është normale, po të hyjnë dhe prostitutat, eskortat, zotëri, kjo është qelbur pesku në kryeministri, nga kryeministri Edi Rama që vë ministra dhe drejtor burgjes njerëz të korruptuar që i çojnë pjesën e tij atij, të parave që marrin nga gangsterët që janë për burgje. E kuptoni këtë gjë? Këtë duhet t'u themi shqiptarëve dhe ta fiksojnë mirë se çfarë ndodh. Kjo ndodh. Ky është pushteti shqiptar, pushteti komunist në Shqipëri. Po se sa komunistë ata të parë, në një pikë ngjan me ata se vrasën shoqëtin, po nga ana tjetër ky është thellësisht i korruptuar. Ky është thellësisht. Dgjoj, Shqipëria është kthyer në Sodoma dhe Gomora. Kush nuk e di të hapi GDP-n dhe të kërkoj që Sodoma dhe Gomora do të shkojë që është origjinal më pikë për pikë ajo situatë në Shqipëri. Ai korrupsion. Avokat, ditë e fundit lajme pafund ka pas edhe për probleme për pronat. Vazhdojnë të jetë problemi i madh pronat. Dgjoj. Mirë bëre që ma kujtove. Nga Durrësi, nga jugu e çdo në të gjithë Republikën.
ASK-ja që është në komandë direkte personale të Edi Ramës, zotëri, po vjet, po grabit. Avokat, dhe këtu nuk besoj se ka ai dorë, sepse këta janë probleme të 90-s, si çukur ta prona. Jo, prit. Dale, nuk është ashtu. Ti mirë bëj që më kundërshton mua dhe ata që më mendojnë se ti janë mendimet e tua, ato që më thua mua e kanë gabim, ti kundërshton mua që unë të them të vërtetën, të dalë vërteta dhe unë për këtë falenderoj. Por dëgjojmë çik mua. Zotëri, fajtori kryesor është prap Edi Rama. Pse? Ai para 3 vjetësh e kaloi agjencinë shtetërore të kadastrës në varësi direkte të tija, personale, e kontrollon ai. Dhe me urdhër të tij grabiten pronat, do marr gjinarin e Elbasanit. E keni parë dhe tek emisioni Stopit, por sot më njoftojnë se një informacion të mërësisht anti-njerëzor dhe anti-ligjor bëhet fjalë fare. Del zëdhënësi i nëndrejtorit të ASK-s në Elbasan dhe i thot familjes Myrta, shiko, prona që ka ndërtuar ai fabrike ujë që ka ndërtuar ai oligarku atje, ai banditi atje, vërtet është toka juaj, u thot. Po puna është që ai e ka marrë me legalizim dhe juve do të kthehen parat. O zotëri, mua më jep tokën, s'dua parat. Po mos e ka shpenzuar shteti. Jo pra, çka bë? Fillimisht e kishin quajtur shtet, se është ai mekanizmi që thash që nëpërmjet këtyre topografëve që kanë punësuar për të gjitha hipotekat e Republikës, bëhet ndryshimi i hartës topografike dhe nga hartës kadastrale dhe nga personale ja hek titullin e vë pro shtet. Të thash, ta kam thënë një tjetër, kam 2 dokumenta që kundërshtojnë njëra tjetër nga Bashkia e Tiranës. Po, ka raste shumëta, në fakt, që është e vërteta, raste që kanë përfunduar në gjykat të shumëta, kështu që siç thoni ju avokat. Janë shumë raste. Është në të gjithë Republikën dhe janë ursulur me urdhër të Tiranës. Për ta thënë më thjesht për popullin të mbivendosura. Jo, nuk është mbivendosje. Jo, nuk i thonë janë 2, jo. Jo, e kanë ndryshuar tani. E kanë netur termin mbivendosje sepse kritikoi Bashkimi Evropian dhe strukturat e drejtësisë botërore dhe kanë thyer tani, shiko, kjo është tok shtet. Ore, nga është tok shtet, më kam unë. Jo, është tok shtet. Dhe kjo ndodh në Uniftot të Pelen, kjo ndodh në Elbasan, kjo ndodh në Borsh, kjo ndodh në Pishporo të Vlorës, janë marrë 6.600 hektarë, se disa janë thurur me gaz, e keni parë në përmendja, kjo ndodh në Rjoll të Shkodrës, dhe pse i bën, është një dorë, është një urdhër, është Edi Rama, pse e bën këtë? E bën që të fuqizojë të gjithë agentët e tij, mbështetësit dhe strukturat e partisë punës, që t'i bëj miliarder në bazë të direktivës që u dha Ramiz Alia në 89-ën, që pushtetin ne do ta humbasim, por pronën do ta mbajnë ne se ne kemi ndërtuar Shqipërinë. Pikërisht kjo politikë zbatohet. Hapni sytë shqiptar, se po u them për ditë për ditë, çfarë të themi më, nuk kemi sa të bëjmë. Më mbetet vetëm të them që po si një zotë të mbroni tokën, miru a bëjnë. Ose rëndeni armët e mbroni tokën, ose miru a bëjnë. S'ka zgjidhje tjetër me këtë pushtet gangsterës. Tani i vi që të hapin tapit e Turqisë, avokat, për të vërtetuar pronësinë. Jo, po të vërtetuara e kanë, more. Të vërtetuara e kanë me letra, po nuk ka njëri letra të thonë se nuk bojnë ato, është pronë shtete, dim neve. Edhe se njëri logarit, dhe njëri të presi. Pse i mbylli ky zyrat e ASK-ve dhe të thotë shko drejtoju e Albanias? Pikërisht për të arsye se s'ka kush t'jap llogari, nuk japin të përgjigje ata, se dhe ata në punë që janë atë kanë familje, kanë personalitet, kanë fytyrë, kanë nder, dhe nuk mund të dalin atje të gënjejnë. Kështu që kanë vënë atë, si e quajnë atë kukullën që bëri ky diellën, të kthejnë përgjigje diella. Avokat, ju keni pas dhe vetë një problem pronësie në Tiranë, nuk e dia zgjidhet atë. Se kemi folur dikur. Akoma s'mi kanë kthyer gjysmat e lekëve. Mi kanë vjedhur me vendim gjykate, mi kanë vjedhur me çmimin e turpshëm që ka vënë bashkia atje në atë zonë, e ka vënë 450.000 lekë, në një kohë që është çmimi me i tregut është
3.000 euro metër katror, ose 3 milion lek metër katror. Është vjen e pasur, po s'kam që bëjmë, ky është shteti. Pra kur Ky është shteti. u ndodh ju avokat kjo, llogarit një tjetri qytetarit thjesht. Po, shqiptarët nuk e din, kujtojnë se i kanë siguruar për nga ASK. Prandaj u kanë bërë thirrje gjithë qytetarëve shqiptar të kërkojnë informacion nga ASK-ja për gjendjen juridike, statusin juridik të pronave, secili, se u kanë tjetërsuar ta din. Edhe ata nuk e din. Po tjetërsimisht bërë në zyra, dhe kur ta marrin vesh ata, ka ikur në punë si nga hipoteka, ka vdekur dhe Edi Rama, se nuk e gjë, nuk bie Europeana le, edhe pronat do t'i betet ati që ka nën tani me falsifikim. Avokat, pra situata nuk është në terezi dhe në qetësi, nuk presim gjë as nga zhvillimet politike, aty po gatuhet kjo marrëveshja tani për reformën territoriale, për hartën e madhe, por problemet e vogla të tokës nuk është se do ai studim, ai ndryshim i herës së 7 që po bëhet në Shqipëri, se 7 herë që po bëhet ai ndryshim, tani bëhet ekskluzivisht me urës të lobit grek në Amerikë. Ekskluzivisht. Për këtë erdhi ajo konkubina amerikane që përvaqëson diplomacinë e Amerikës në Athinë këtu, që erdhi me minifunda me shan për jashta. E u takua me ministrin tuaj. Me shumë respekt. Për këtë erdhi. Urdhë? Me shumë respekt. Ambasadore. Për këtë? Ambasadore, erdhi u firmos marrëveshja, 6 miliard dollar investime, do përfitojmë. Dale, prit atë respektim me ti, pra të unë, jo vetëm s'kam respekt, po unë e denoncoj se ajo shkeli të gjithë protokollin diplomatik që kanë gjitha ambasadat dhe gjitha ambasadorët. Erdhi me minifund të Edi Rama zotëri dhe u përqafuar në 12 të natës. Edhe erdhi vetëm. Pse vetëm? Ku shkon një femër vetëm tek një mashkull? Përse shkon? Shkon për të dhënë cigarin? Marrëveshja, avokat, 6 miliard euro investime. Gazi, jemi port hyrëse në Ballkan, nga Turqia, nga Greqia kalon Shqipëri në pjesën tjetër. Jo, zotëri, jo, nga Shqipëria do vejnë në Greqi, shkon asgjë vjetë këte vete në emër të Amerikës. Prandaj them që Amerika na ka shitur. Dhe na marrë dhe shqiptarët, Amerika na ka shitur të interesat greke, jo sot. Ka vite, dhe të më thonë, çfarë ka investuar Amerika në Shqipëri? $1 të më thonë. Asnjë. Amerika zotëri vetëm merr, rrjet, gënjen, vjet. Amerikanët janë pasardhësit e atyre gangsterëve të vitit 1860 perëndimit largët. Ata janë njerëz të pa fytyrë, të pa moral, të pa cip, të pa nder. Ata janë që i trajtojnë interesat tona dhe ne akoma mendojmë që kemi Amerikën. Jo zotëri, një Wilson ishte që na mbrojti. Veprën e ati po e shkelin pasardhësit e tij në presidencën amerikane dhe në departament të shtetit, po e shkel lobit që fut me lobin grek që mbretërojnë në Amerikë, dhe kështu që harrojnë më Amerikën, dhe ta thot Amerika çfarë ka investuar në Shqipëri. Avokat, më lejo që të kundërshtoj. Tani, përveç Wilsoni që ju thatë, ne kemi shtetin e dytë shqiptar fal Amerikës. Tani pak ditë më parë, pak javë më parë, Vjosa Osmani ishte atje, Trumpi i tha, ndodhi gjë në Kosovë. Më telefono tha edhe zgjithun atë punë. Garante e botës shqiptare. Kush e qeveris Trepçen, zotëri? Mund ma thuash? Ka që thjesht është? Po, kush? Trepçen kush e ka? Kush e qeveris? Thuaj. Ndoshta mos janë për investim aty, se s'kemi mundësi pajisje për të nxjerrë. Jo, zotëri, jo. Atje s'ka nevojë për investim, atje është Floriri Sheshit. Jo, mor jo. Trepçen e marrën ata që hoqën që përzun me luftë sërbët, në fakt sërbët e kanë hyrë nëpërmjet francezëve, nëpërmjet amerikanëve, nëpërmjet kanë dhe grekët atje pjesë, pra nuk ka fituar gjë Kosova, sytë që t'i dalin ka fituar. Asgjë s'ka fituar, mashtrim janë të tëra. Të më thonë, kush i merr parat e Trepçes, ku vjen, ku vete Sengjilli ose Kymyri, që thonë Sengjill kosovarët, ku shkon? Pse duhet punoj ajo generatorët e energjisë elektrike në Kosovë me ndërprerje sa herë që do qejt X-i ta Barceloni që qeverisin atje.
Kosova ka probleme të mëdha zotëri, dhe nuk është qetësuar fare hiç, po ta them unë. Megjithatë, avokat, ju e dini edhe mendimin tim për këtë çështje që e kemi aleat të përjetshëm Amerikën. Jo zotëri, nuk e ke aleat, jo, e ke aleat të vjetë, të gërlepit, të marrë, jo të t'japi. Nuk t'i jep gjë, mo shqip. Ç'a ka dhënë, më thoni ç'a ka dhënë. Por unë nuk ngope me luk zbrazës. Reformën drejtësia ata e bën, avokat. Reformën drejtësi që janë kthyer burgjet në bordello, ke shumë të drejtë. Po, e vërtetë është ata e bën. Ata e bën. Ma mirë. Urdhë vetë e nxore lajmin dhe thej që në burgjet janë kapur kështu eskorta që kanë hyrë për burgje, që madje në rrjetet sociale lexova sot që paguanin deri në 10.000 euro të burgosurit. Një gazetar ka mundesa po. Për të qetësuar gjendjen e tyre shpirtërore nëpërmjet konkubinave, prostitutave që u vën atje. Nga 10.000 euro, 10.000 euro ka dalë, po ata paguajnë dhe 50.000 dhe 100.000 euro. Sa ata kanë miliona dhe si kanë 100.000 euro, e kanë para xhepi. E kuptove, ja kjo është drejtësia. Ky sistemi drejtësi që bën amerikanët, ku e ke spakun, se amerikanët e bën spakun, që nuk i ka llogari. Kush BKH-ja, pse nuk arreston? Po merret vetëm me krimin e organizuar, po me krimin politik, po me kriminalët politik, po me korrupsionin galopant të llashtarshëm që ka kjo qeveri, merret ai SPAK ose BKH, jo. Atëherë ç'a bën amerikanët? Bën një vrim në ujë. Thjesht u bë impresion që do vën parat atje. Dhe sot dëgjova shkruan te dikush atje që Sali Berisha do vjen në Amerikë. Unë di, e besoj që do vjen në Amerikë. Se amerikanët janë pak. E besoni këtë që do shkojnë? E besoj se di që amerikanët janë të pa karakter. E di, amerikanët kanë interes, as kanë miqësi edhe shoqëri o zotëri. Pra, si që hojnë në grada ati Dodikut në Bosje, mund të hiqet e Berishës? Po pagoj para, amerikanëve jepu parat dhe ti kanë hequr tëra, ti kanë dhënë të tëra që do ti. Vetëm parat të vjen në Amerikë. Ato duan ata, parat. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën e sotme. Sigurisht ne kemi edhe shumë për të folur. Në vazhdim, denocimet tuaja janë të shpeshta, edhe të drejtë për drejta, që vinë nga terreni, aq më tepër nga dyert e gjykatës të prokurorisë ku ju jeni çdo ditë. Për problemet nga më të vogla deri më të mëdha që shqetësojnë kombin tonë, nga fshati më i largët deri në kryeqendrën më të madhe të shqiptarëve. Të falenderoj shumë avokat dhe në emër të shikuesve tanë. Edhe unë falenderoj ty dhe shikuesit tuaj.